Nuk është e vërtet që Martin Berisha është personi këshilltari kryeministit Kurti, i cili dihet botërisht edhe nga ju, që ka pranuar para nga Gjeni Serbis në rolin e tij ndërmjetësues për blerjen dhe shitjen e energjisë elektrike. Vitanon. Ne kemi përsëritur disa herë se nuk kemi asnjë lidhje si qeveri e Republikës me këta tregtarë të energjisë. Ne i kemi denoncuar ata elementet e mafjas energjetike, të cilët qindra miliona i kanë përfituar në atë dekadën rrotull shpalljes pavarësisë Kosovës dhe menjëherë më pas, por jo drejsa jemi ne në qeverisje. Mande ju përfol me një kompani serbe edhe një kompani nga Shqipëria, mande ju fashit sepse kishin qenë një fargare ata, që të gjitha këto i ka spjeguar Ministri e Ekonomisë që ishte këtu, para 2 ditë. Foli për dekadën te pavarësia, nuk foli për 6 vjet e veta që është 1 miliard euro kosta e energjisë elektrike, cilët e ka pagu qytetarët. Ministrja Rizvanolli tha që nuk është e vërtet edhe i buni disa shpjegime për çka. Se atë shifër e kom nxjerrën. Nuk po du me marr gjatë zgjedhjeve, me njerë mas zgjedhjeve, kom e hi kod për kod, me a spjegu ministrës që e ka të husht komplet. Pra, 923 milion deri me datën 31 mars janë importu rrymë në 5 vjetë qeverin Kurti. Pik. Jo për me u eksportu, për me mbet në treg qëtu. Kur e bëjsh këtë raportim, une do ta dërgoj një raport të OECD-s, që është një organizatë ndërkombëtare jashtëzakonisht prestigjioze, e cila flet që në vitin 2021-2024 shpenzimet e energjisë elektrike në Kosovë kanë qenë 2 miliard euro. Është citat. 2 miliard euro kanë qenë shpenzimet tëra të energjisë elektrike. Në këtë paro masive të shpenzuar, kësha pas qef, po sfidohemi nëse nuk është e vërtet, që në të parën ka qenë Martin Berisha i përfshirë. Dhe Martin Berisha është një person i afërt me kryeministin Kurti, dhe i cili vazhdon në mbetet i afërt dhe kryeministi Kurti e ka mbrojt. Është e vërtet. Pra e ka mbrojt. Sot, në ora, më falë të lutëm, në ora 22, sonte, në ora 22, para 37 minutave, megavatin që në të e ble, është hish ma pak se 305 euro e 12 cent. 1 megavat që në të e ble me 305 euro e 12 cent. Mujtë verës, dhe më nëmë. Po në Kosovë, që tash, jena të e ble me 305 euro e 12 cent.